dëgjues të dashur, dhe tani është momenti me ju informu për parashikimin e motit edhe për kushtet atmosferike që do të mizotrojnë gjatë ditës së sotme dhe të nesërme në Kosovë, rajon dhe Mëgjer. E po i shohim tani temperaturat sa i përket ditës së sotme në vendin ton, edhe temperaturën minimale do të ambaj Gjilani me 7 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale do të ambaj Peja dhe Gjakova me 22 gradë Celsius. Vlen të cekët që ditës së sotme do të kemi vranësira, mirë po do të ketë edhe intervale diellore të herpasershme. Po vazhdojmë edhe në ditën e nesërme dhe shohim se si kemi temperatura, gjithashtu do të jetë një situatë e ngjashme në vendin ton. Temperaturën minimale do të ambaj Prishtina dhe Mitrovica me 9 gradë Celsius, ndërkaq maksimalen e mban për ditën e nesërme Peja me 22 gradë Celsius. Kalojmë tani pak edhe tek territori i Shqipërisë, ku gjatë ditës së sotme atje do kemi vranësira të cilat do të jenë kalimtare dhe shfaqje të herpasershme të intervaleve diellore. Minimalen për ditën e sotme do ta kemi në qytetin e Korçës si çdo herë tjetër me 7 gradë Celsius, ndërkaq maksimalja shënon me 24 gradë Celsius në Vlorë dhe në Fier, ndërkaq edhe qytetet e tjera qëndrojnë mirë me temperaturën maksimale, duke pasur nga 21 gradë Celsius deri në 23 gradë Celsius edhe shihet që shumica mbajnë 23 realisht. Kështu që me temperatura Shqipëria qëndron mirë. Shohim edhe temperaturat për ditën e nesërme. Kemi Korçën përsëri me minimale prej 10 gradë Celsius, pra shihet qarta si që kemi edhe ngritje të minimales, pastaj kemi edhe ngritje të temperaturës maksimale duke shënuar me 25 gradë Celsius në shumicën e qyteteve të Shqipërisë. Edhe gjatë ditës së nesërme parashihet të kemi edhe përmirësim të kushteve atmosferike duke dominuar më së shumti rrezet diellore pothuajse në tërë territorin. E tani, po kalojmë edhe në Maqedoninë e Veriut edhe të shohim se si janë temperaturat atje. Pak a shumë do të jetë një situatë e ngjashme sikurse në vendin tonë, pra temperaturën minimale do ta mbajë Struga me 8 gradë Celsius, kurse maksimalen do ta mbajë Shkupi me 22 gradë Celsius. E gjatë ditës së sotme do të jetë një ditë me intervale diellore duke përfshirë të gjitha zonat. Po kalojmë edhe në ditën e nesërme, ku nesër parashihet që në disa zona të ketë vranësira, kurse në disa zona tjera do të ketë rreze diellore prezente. Temperaturën minimale për nesër do të ambaj Struga, Tetovat edhe Kumanovën e kemi me 11 gradë Celsius, ndërkaq Gostivarin e kemi me 10, pra që mban edhe temperaturën minimale për ditën e nesërme, ndërkaq temperaturën maksimale për nesër e mban Shkupi, gjithashtu e kemi edhe Strugën me 20 gradë Celsius, pastaj e kemi edhe Kumanovën me 19 gradë Celsius për ditën e nesërme. Edhe për fund, si çdo herë tjetër, kalojmë edhe te kontinenti evropian dhe shohim se çfarë temperatura kemi në qytetet e kontinentit. Kemi Romën me 25 gradë Celsius për sot, Atina mban 24, ndërkaq minimalja shënon në Oslo me 5 gradë Celsius. Shohim temperaturat edhe për gjatë ditës së nesërme. Pikrisht në këto qytetet të kontinentit kemi Romën përsëri me 25, Athinën e kemi me 29 gradë Celsius, Stambollin me 27, Moska me 25 gradë Celsius e kështu me radhë. Ndërkaq për sa i përket minimales kemi qytetin e Oslos përsëri që mban 6 gradë Celsius. Po shihet qarta si që kemi mbritë 29 që jeta po fillojnë me u ngrit temperaturat. Na erdh vera që e kemi prit shumë. E kemi pritë dhe po vazhdojmë ta presim nganjëherë kur po na ndron me shi. Po na prish pak, veç temperaturat janë të larta sikurse në vendin ton edhe në qytetet e Evropës. Kështu që po e presim këtë verë me shiu. Kaq. Na ka mbet tjetër. Kaq.